إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesë mas të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati që Allahu Azza wa Jall na solisi me to. Një ndër begatit më madhështore që Allahu Azza wa Jall zbukuroi jetën e kësaj bote, që Allahu Azza wa Jall na furnizoi me familje. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada." Allahu Azza wa Jall tregon madhërinë dhe begatin e madhe që Allahu Azza wa Jall ja dhuroi njerëzimit. Dhe tha Allahu Azza wa Jall është ai i cili ju begatoi me gra nga vetja juaj, nga lloji juaj, e prej grave të juaja Allahu Azza wa Jall ju begatoi me fëmijë dhe nipa. Këto janë stolit e kësaj dënjaje që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: El malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e kësaj jete. Për atë thonte Omer ibn Khattabi, Allahu Azza wa Jall bëri disa stoli në këtë jetë, si mos i dojmë ata që Allahu Azza wa Jall i bëni stoli. Ku tha Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin. Njerëzve ju është dashuru martesa dhe famit. Pra s'ka dyshim se këto janë stoli e kësaj jete, janë begati madhështore që këtë begati nuk e din vetëm ai që është i privuar nga këto. Pra vëllezër të ndershëm, këto begati meritojnë nga ne që ta falënderojmë Allahun Azza wa Jall. Mirë po njëkohësisht sikur janë begati dhe janë rrezik për njeriu, nga se thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Innama amwalukum wa auladukum fitna. Dini se pasuria juaj dhe familjet tuaj kanë mundësi të jenë sprovë e madhe për ju. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ka mundësi që fëmijët të jenë kooperaci për njeriu, nga se njeriu mendon që fëmijët tilen pasanik dhe bëhet kooperac dhe ndaj Zotit të vet. Gjithashtu fëmijët janë ato që mbjellin frikë, nga se njeriu friket për armarin e tij dhe fillon të friket atij kur nuk e ka vendin frika. Dhe thot pejgamberi Allahu se fëmijët shpeshherë janë shkak që njeriu e bojnë ignorant ndaj dinit të Allahut Azza wa Jall. Dhe fëmijët janë ata të cilët janë ata që mbjellin ignorancë tek njeriu. Pra fëmijët mund të jenë vëllezër të ndershëm sprovë. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. O ju që keni besu, keni kujdes, se ka disa prej grave dhe disa prej fëmijëve që ju bëhen armik të juaj. Por Allahu Azza wa Jall na ka porosit dhe këtë testament Allahu Azza wa Jall e përmend Kur'anin e Kerim dhe na obligoi të gjithëve bashkarisht duke thonë: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
o ju që keni besu, ju e keni për detyr që ta shpëtoni vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarmi i xhenemit. Ko lanë gjegë se zjarmi i xhenemit në këta jetë përmenët janë njerëzit dhe gurët. Pra dhe të ndërshëm, ne kemi përgjegjësi ndaj vëllezërve tonë, ne kemi përgjegjësi gjithashtu ndaj fëmijëve tonë, për mos me qenë ato ndëshkim për ne në këtë botë dhe botën e ahiretit. Dhe s'ka dyshim se atë të cilën sot po e përjetojmë dhe që janë hapën gjithashtu dhe vendet për pleqt dhe mos kujdesja ndaj prindërve nuk ka diçka rezultat vetëm për shkak se të drejtat e fëmijëve ne jena ata të cilët i kemi toleru dhe nuk ju kemi dal hakut fëmijëve tanë. Pra të leo të ndërshën fëmijët kanë të drejtat e fëmijëve që Allahu Azza wa Jall ja garantoj. Njën të drejtat më kiqe është që të zgjedhësh nanën fëmijës. Pra leo të ndërshëm transmetohet se njani cili porsa i lindi një fëmijë, shkoj të një dietar ta pyese si ta edukon fëmijën e vetë. Dhe kjo dietari e pyet ata dhe i thot, sa është i moshuar ai fëmijë? Tha porsa ka lind që një muj. Atëre kjo përgjigj dhe that, ka kalu treni e vonu. Tha si ka mundësi që një muj fëmija të jem vonu në edukimin e ti, ta për shkak se para se të edukojsh, para se të linde fëmija është desht me eduku. A e ka pyet dhe i ka thonë, si ka mundësi që fëmin të edukoj para se të linde, tha dua desht që nanën të gjeta zgjell të jetë besimtare. Pra të dhe të ndeshëm thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se si zakonisht femrat martohen për 4 çështje, e para nga ajo, martohen për shkak bukurisë së tyre, martohen për shkak prejardhjes, farefisnisë së tyre, dhe martohen për shkak pasurisë së tyre, dhe martohen për shkak fesë dhe dinit të tyre. Kushtoj kujdes fesë, përqëndro në fenë, asnjëherë nuk do të dëshpërohesh. Pra në të ndërshëm ne i kushtuam kujdes docendit, vetëm nuk i kushtuam kujdes fesë. Për këtë arsye në dalin fëmijë sikur me qenë japonez për shkak se nana e tyre nuk ka lidhje fare me fenë Allahut Azza wa Jall. Pra të ndërshëm haki par anë që nanën kja përzgjell shmis tanë. Haki dit anë që mos të mbit shfirën tanë para se me lind apo porsa të linde, si që kanë vepru ignorantën në të kaluarën. Me gjithata me civilizimin bashkohor, ne sot mbismi ma shumë fëmijë se sa ata që kanë mbit në kohën e tyre. Ka se Allahu Azza wa Jall thot Kurani Kerim, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqa nahnu narzuquhum wa iyyakum. Mos i mbitni fëmijët e juaj për shkak për çështje ekonomike, për shkak se ne jena ata që i furnizojmë ato dhe juve. Kusha që të furnizon ti, ta furnizon dhe evladin tanë. Për çka bjen nataliteti kara në minimum vëllezër të ndërshëm, për shkak se ne planifikojmë dhe mendojmë shumë para se ta lind me një fëmijë, harrojmë se furnizuesi është Allahu Azza wa Jall. Harrojmë që ai na furnizon neve, është ai që i furnizon evladët tonë, ai që i furnizon pasardhësit tonë. Pra do dhe të ndërshëm, kjo është një defekt i madh në mesin e popullatës për shkak se kanë lënë dinin Allahut Azza wa Jall. Atë të cilën i mbitshin me kasit ishin jo për shkak se u frikshin prej varfërisë, vetëm për këtë çështje. Mirë po zakonisht i mbitsni për shkak se ishin vajza. Pra do dhe të ndërshëm, kemi kujdes për shkak se nëse ndalet nataliteti dhe nuk lind fëmija për shkak çështje ekonomike, kjo ta cenon dinin tanë, ta rrezikon fenë tonë, ta rrezikon besimin tanë. Ka besimi që Allahu Azza wa Jall është ai furnizues. Pra të baballar dhe sërgjishët tanë janë ata të cilët besoshin se furnizimi është në dorën e Allahut. Pra të jetuan më të lumtur se ne, patën më shumë se ne, ishin ata më krenar se ne, banën fëmijë më shumë se na. Pra do të ndërshëm, kja rreziku më i madh i humbjes së njerëzimit që ne martohemi vetëm gjithashtu që ta kënaqemi Allahun Azza wa Jall.
Nga se të vazhdon njerëzimi dhe pejgamberi Allahut na ka porosit që ne të martomi dhe të shtomi, të bojmë evlat sa ma shumë, të bojmë pasardh sa ma shumë, nga se thot pejgamberi Allahut, unë burrem me pasardhësit e ju, unë burrem me juve, ditën e Kiametit, nëse ka ummeti pejgamberit Allahut ma shumë fëmi, po ashtu je ai i cili ja shef më së shumë ti hajrin fëmis tan, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse vdes birja Ademin ndërpret çdo sen, përveç se 3 gjona, njënën prej atinve është, nëse len do një fëmijë të hajrit që lutet për ti, para thonte Imam Khattabi, ja vlen njeriut që ti përjeton të gjithë vuajtjet, që ti përjeton të gjithë telashet e martesës, vetëm për këtë hadith të pejgamberit Allahut, cilin hadith thonë të pejgamberi Allahut, se i hapet njeriut një derë në varr duke qenë, dhe i vet një dhurat e çmuar që nuk i ka ardhur deri atë ditë një dhurat e tillë. E ki pyet dhe thot, nga erdh kjo dhurat, nga erdh kjo dhurat, kush është që më dërgojnë? Atëre i përgjigjen atij dhe i thojnë, është fëmia jot që ka bën lutje dua për ti. Para ta, mos i harro prindërit e tu, mos i harro pasardhësit e tu, që të lutesh për to. S'ka hedije me e madhe, s'ka dhurat me e madhe që jo dërgon prindëve se sa të lutesh për to. Nuk bajnë fajde as hatmet, as qelimet, as me vludet, se sa bajnë lutjet dhe doat që ja dërgon prindëve të to. Mos harro të lutesh në çdo sejdë për to, për çka se kështu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mos i harrojmë ato, të lutemi për to, dhe ngritet njeriu në pozitat të larta në xhennet, ku ai befasohet dhe çuditet si ka mundësi unë të arriti këtë pozit, atëherë njoftohet se këtë pozit duke ka arrit ai me veprat e tij, po e ka arrit për shkak veprave të evladëve të vet, për shkak lutjeve dhe ibadeteve që i kanë bën pas atij evladët e tij. Pra Allahu të ndershëm, një dër hakët e fëmijëve tonë, që gjithashtu t'ja përzgjedhmi emrin atij, t'ja përzgjedhmi emrin e mirë, pra thëshi për para, më trego si e mërtohesh, ti je i përafërt me emrin tanë, ka se Allahu azza wa jall prindëve nuk ja inspiron që të emërton me një emën, vetëm se do të ishe i përafërt me atë emën. Keni kujdes me çfarë i emërtoni fëmijët e juaj, nga se fëmijët e juaj janë ata të cilët do të thirren me ato emra, do të thirren dhe gjithashtu nipat e juaj në emrin e atij djalit tan që e ke martu, do të thirren dhe stërnipat. Për këtë arsye thot Bekër Ebu Zejdi, e kanë pasë taubia, e kanë pasë pendimi i shlin të gjithë mëkatet, vetëm një mëkat e ka vështirë që edhe toba ta shlihen, shkon kohë e ga deri të shlihet dhe të harrohet. Aja është emni keq ko e martohet, një sërgjisht që thot prej ka je, i kujt je dhe aj e përmend sërgjishin e vetë me një emën jo të mirë, pra të ke kujdes me çfarë emër e mërton, veçantin kohën bashkohore, ku na paraqiten shumë emra që s'kan lidhje as me Islam, as me Kur'an, as me Sunnet pejgamberit Allahut. Pra ta që ditë në unë, kur ma paraqet dhe thot, hoxha feni, e kena gjetë një emën, me një liber islame, emnin lis, edhe ki donë që lisi ta e respekton ata, kjo ndodhin dhe në kohën, e Omer ibn Khattabit radiallahu an, kur anku një prind që vjali vetë s'pe respekton prindin ati, dhe Omeri u që ditë, si ka mundësi në kohën e Omerit, këtë fëmijë të cilët rebelohen ndaj prindëre, e në zamanin tonë nuk është e çuditshme për çkak se kjo a bo me shumic. Efton Omer ibn Khattabi, këtë djalosh dhe i thot, o ti, je a i cili, baba jot ka ardhur mu ka anku, se nuk e respekton babën tanë si duat. Tha ja emir al mu'minin, o prisi muslimanve, a kam drejt dhe unë të flas, tha fol, qka të duash. Tha nuk i kemi ne të cilët kemi të drejta, a nuk kemi në asni hak, tha keni hak, cilët janë hakët tona, a nuk jemi hak, tha nga hakët e të juaja është, që babat ja zgjedh nanën, nga hakët e juaj të emërtohet me emër të mirë, nga hakët e juaj që mëson Islamin dhe Kur'anin, tha për ndëgjo o prisi muslimanëve, baba im nënën time ka njohë në TikTok, në këtë kohën bashkohore për thëmë,
Baba im është I cili e ka gjetë nënën teme të robëruar, e ka liru, e ka ble, e ka martu. Nuk ka qenë non edukuam, nuk ka qenë non e shkolluar, nuk ka qenë non besimtare e mirë. Për këtë arsye ma ka bon non timën, ka ke hak I parë që ma ka shkel baba jem që ka me lip për Allah Azza wa Jall këtë hak. Tha I dyti hak, baba jem nuk ma ka zgjedh emnin. Tha o filan, tha qëfar emnit ka mërtu. Tha ma ka gjit emnin Gjohalan që do me thonë bumbar. E këshir Omer ibn Khattabi dhe I thot, api bumbari ti po prit respekt, api lisit ti po do me të respektu, pa api fshisës do me të respektu. Para të vleo të ndërshëm, zgjedhja emnin cikot të akon si musliman, zgjedhja emnin e pejgamberëve të Allahut, që Allahu Azza wa Jall I përzgjodhi, Allahu Azza wa Jall I dashti, Allahu Azza wa Jall I ngriti, Allahu Azza wa Jall I boni model, që të jetë dhe gjali jotë model, që të jenë fëmijët e tu modela. Mirë po ne po dojmë edhe moderna edhe me islam, e s'ka mundësi këta të dhija të realizohen. Ma modern se Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I lavdëruar, I falemderuar, ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kura o mërtua me emnin Muhammed, kura ofendoni dhe o Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thonë të pejgamberi Allah, edhe kura ofendojnë s'kan qare pa më lavdëru, nga se emnin e kishte I lavdëruar, I falemderuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe treta nga jo, tha ja emir al mu'minin, s'ma ka mësu as islamin as Kur'anin. Para do dhe të ndërshëm, tha Omer ibn Khattabi, para se ta nkoash, bjali jot ka ma shumë, të drejtë të ankohet për ti. Ne e kena për detir që nëse hasmi një emar që nuk I takon, që ndrojmë emnin ati, për shkak se pejgamberi Allahut kur e takon të njeri dhe pyet të si e ke emrin, njani tha, une jam e kam emrin I dëshpëruar. Tha ti e I let, nuk e I dëshpëruar, ti e I gëzuar, nga se njeri unë ndikohet nga emni vetë. Për këtë arsye, shasmi shpesher që njeri emnin e ka të për afërt me karakterin e ti. Kështu në mëson pejgamberi Allahut. Një ndër më të rëndësishme është që njerëzve t'ja mësojmë, ledhë të ndërshme fëmijëve në veçanti t'ja mësojmë besimin. Kja është obligim që ne, pari se fillon fëmija të kupton, t'ja mësojmë besimin. Dhe kja sekreti që transmetohet me një hadith që është një porosit që fëmija përsa të linë t'ja thirmi e zonin, ndërsa thirja I kametit hadithi është I dopt me gjithata vledhë të ndërshëm. Ne të parat fjalë që fëmija të ndëgjon fjallën Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kjo është dëshmia që duhet të ndëgjon fëmija, që të dëbohet, të largohet shejtani nga aj. E pastaj kur të fillon aj të kupton që mësojnë besimin, si që mësoj pejgamberi Allahut. Abdullah ibn Abasi që në të kohë thua se I kish 4 vjet apo 6 vjet, dhe pejgamberi Allahut ja mësoi besimin, thuaj se ne jemi të lohatën në këtë që ja mësoi pejgamberi Allahut. Abdullah ibn Abbasit dhe I tha, ja gulam, inni uallimuke kelimat, o voglush, dua ti mësoj disa fjalë, pra ndëgjo me vëmendje. Çfarë mësoi pejgamberi Allahut? Abdullah ibn Abbasit tha, ihfazillah yahfazka. Një Allahun tan, Allahu ka me të njofti, ihfazillah tajidhu tujaak. Një Zotin tan e ke pranë teje Allahun Azza wa Jall, me ndihmën e Tij, me ditorin e Tij, me fuqinë e Tij. Allahu është pranë ti. Nëse pyet dikan, nëse kërkon prej dikujt, mos kërko prej askujt, vetëm prej Zotit tan. Nëse kërkon strehim, mos kërko strehim, vetëm prej Zotit tan. E pastaj tha Ibn Abbasit, dije se kejt bota prej njerëzve dhe gjinve mu grobullu, mu të bu, me të ba mirë diçka, s'kan mundësi me të ba, vetëm Allahu Azza wa Jall nëse të ka shkëru. Dhe nëse kejt botëm ledhen me të ba dam, s'kan mundësi me të ba dam, vetëm Allahu Azza wa Jall nëse të ka shkëru. Dije se lapset janë ngrit, edhe fletorët janë tha, s'ka gum që e ndryshon caktimin Allahut Azza wa Jall. Ne si kur ta dim ketë, ta mësojmë ketë vëllezër të ndërshëm, do t'i jeshmi më ndryshe. Para transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, I cili kaloi në Bjesht dhe e pa një gjelosh, I cili runë të dhënë një bari, edhe deshti Abdullah ibn Omeri ta sprovon këtë gjelosh dhe I tha, a ke mundësi të marshit një delë? Tha, nuk jam pronari delëve, une jam me rogë,
i ruaj zotëria është në Medine, s'moj me shit mallin e që tërkujt, tha thuaj zotnistan, nëse të pitë se uj ku e kanë granë, tha shit ma njonën prej atinve, a din ki gjallosh i vogël, qon i ri ishte, qka ju përgjigj Abdullah ibn Omerit, atërë tha, kur i tha Abdullah ibn Omeri se gazda pronari nuk të shef, a ju përgjigj dhe tha, ejnë Allah, ku është Allah, a nuk më shef Allah. Abdullah ibn Omeri a nisi me qajt, falemdoj Allahun azze o gjell që ka quna të rritë të cilët e din se nëse pronari nuk e shef dhe që e kalon emanetin në kac, e shef Zoti, para të lehë të ndërshëm. Abdullah ibn Omeri hecte dhe thonë të ejnë Allah, ku është Allah, a nuk shef Allah, a nuk din Allah. Sa njerës sot 40 vet, i kanë bo 50 vet, edhe vetëm kamerët kënë mbyllën, i mushin gjepat e tyre, harrojnë dhe të thojnë si që ka thonë ki voglosh, ejnë Allah, ku është Allah. Pat Abdullah ibn Zobejri, njani prej burave të mëdhej ishte, i cili ishte i biqon i ri, mirë po djali Abdullah ibn Zobejri dhe Omer ibn Khattabi, kur ecën në rrugë, hikin të gjithë fëmijët përveç se Abdullah ibn Zobejri, dhe nalët për kurizitet Omeri e pyet Abdullah ibn Zobejri dhe i tha pse s'hike me fëmijët. A dini çfarë tha Abdullah ibn Zobejri? Tha për çka se s'kan bon diçka të keqe që të hiki, dhe rruga nuk ishte e ngushtë, kishte vend për me kalu që të shloj rrugën. Omer ibn Khattabi tha, nëse ka jetë ki fëmijë do të ketë një çështje madhore, vërtet pat një çështje madhore, për çkak se nuk hikte që pa të bon faj, edhe nuk pa të bon faj, edhe kishte hapësirë që të kalon. Ja është të transmeton Abdullah ibn Amr ibn Asi, cili tha, Nuhi a.s. kur bani me vdek, e prut gjanile vet dhe porositi tha, o gjali jem, po t'i lanë di testamente, njani pre atinve tha, po t'i lanë di urdhra dhe di ndales, e para pe atinve tha, ka po për fjallën la ilaha illallah, ka pe për akide dhe besim, mësaj e fjallën la ilaha illallah, nga se qela 7 kac dhe toka 7 kac, menu me një anë të peshorës dhe gjedërnan fjallën la ilaha illallah, do të peshon maran fjallën la ilaha illallah. Tha gjithashtu Nuhi a.s. si kur toka edhe qela 7 kac të shëndron një kut, një halk, dhe vjen fjala la ilaha illallah, fjala la ilaha illallah e ndan, fuqin e ka aq të madhe që ndan tokën dhe qiellin. E dita porosi që la Nuhi tha, thuaj çdo më shumë subhanallahil azim wa bihamdi, nga se gjithë krijesat e madhrojnë Allahun azza wa jall dhe falemndrojnë me këtë, dhe përmes kësaj tha juve në rizko, ai që don rizkun që t'i shtohet, ai që don bereqeti rizkut që t'i shtohet, ai që don brengat që t'i largohen, le të përsarit këtë fjalë duke thënë subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, dhe ke kujdes ruju prej di çështjeve e para, ke kujdes mos i ban shirk Allahu dhe ruju prej bandje madhësis, krije lartësis, se këto janë ata të cilët të shkatrojmë. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na stolis me fëmijë të hajrit, me pasardhë të hajrit që kanë ndro Allahun azza wa jall. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Lehtë të ndershëm, dhurata më e madhe dhe pasuria më e madhe që ja lën fëmijës është mësimi, leximi të Kur'anit Kerimit. Mësoja Kur'anit Kerimin dhe mos e ketë derë dhe mos u shqetëso për fëmijën tënë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Për atë u kujdesën shokët e pejgamberit Allahut që mësojnë Kur'anin Kerimin. Dhe thonte pejgamberi Allahut mësoni suratul Baqara, nga se mësimi suratul Baqara është krejtërësisht begati bereqet. Dhe lanja suratul Baqara, mos leximi suratul Baqara është dëshpërim
dhe s'ka mundësi që shejtanët të bojnë magji, s'ka mundësi që shejtanët të depërtojnë me një trup apo me një shtëpi që e bartë suratul Bakara apo e lexon suratul Bakara. Apo një koment ka thonë wala tastati'u al-batala, s'ka mundësi që ta zgjesohet të prishet magjia pa këtë sure. Pastaj thanë në qëndroj pejgamberi Allahu disa qaste dhe thamë dhe mësone suratu Ale Imran, suratul Bakara dhe suratu Ale Imran, thanë nga se në ditën e kiametin ndërmjetësojnë për ata që e përvetsojnë dhe e lexojnë këto di sure. Në ditën e kiametit vinë këto sura, tha pejgamberi Allahut, këto di kaptina vinë në fond të mjegullave që i bëjnë hijem, apo në formën e tufës së zojgjve me kratë hapër në ditën e kiametit. Dhe tha pejgamberi Allahut se njeriu këtë ringjallët në ditën e kiametit, parin njeri që do të takon një njeri të zbehur, dhe aje pyet dhe i thot apo më njeh, ki përgjigjet jo nuk po të njoh, prape pyet apo më njeh, thot jo nuk po të njoh. Thaj unë jam ai që të kam lënë natën pa gjumë dhe unë jam ai cili ta kam tha gjuhën tane duke më lexu, pra unë jam Kurani Kerimi dhe sot çdo njeri do të vrapon mas biznesit dhe vet, mas tregtisë dhe vet. Ti unë jam Kurani Kerimi, kjo është tregtia jote dhe i jepet pasuria këtij njeriu në dorën e gjatë, i jepet sundimi në dorën e gjatë dhe i jepet përhershmëria në dorën e majtë, dhe i vijet kapela nderit, kapela krenaris dhe vishen prind e ti me petkët e xhennetit, ku ato pisin dhe thonë prej nga na erdhën këto petka, si ka mundësi halion mi vesh këto petka, i përgjigjen atinve dhe i thonë këto petka, këtë katë lëk e keni hedije për çkak se ju ja keni mësu fëmijëve tuaj Kurani Kerimin. Nëse ti nuk di me lexu, pse fëmijëve tu nuk ja mëson? Çdo harf që e lexon fëmia shkon ti në kandarin tën. A nëse prit ti Kurani Kerimi dhe hatme me ta bë hoxha që me tar Kurani Kerimit ka ardhur dhe të ndërsh. Këta di se hatme hoxhës nuk dëven, edhe pse unë jam i bindur se 90% dhe atinve të cilët e lexojnë hatme faktikisht 2-3 orë nuk lexohet hatme. Ase Ebu Hanifja se ne ka lexu për 2-3 orë, e ne për 2-3 orë e qojmë të vorët dhe ja bojmë doan e hatmës thuese për një meja kena lexu. Pra ta vëllezër të ndershëm, lexo Kurani Kerim sa je gjallë, ose nëse s'ke mundësi që ti të lexosh ndëgjo. E nëse s'ke mundësi të ndëgjosh, mësoja fëmijëve tu Kurani Kerimin. Pasuria më e madhe që ja lën fëmijëve a Kurani Kerimin. Ka thonë pejgamberi Allahut, ka thonë pejgamberi Allahut, se kur që njeriun që bartë Kurani Kerim me hedh me mesin e xhenemi s'mun me gjegën një trup që e bartë Kurani Kerimin, e pastaj i thuat këtij njeriut lexo rrjedhshëm siç lexojshe në dunja, a ban të lexojsh Kur'an siç lexojshe në dunja, për çdo ajet ka një shkallë të përpjet në xhennet. Pra ti je ai cili Allahu Azza wa Jall ka dhënë shumë pasuri, megjithatë e ke neglezhu këtë. Ja ato prej hakat të fëmijëve vëllezër të ndershëm me mësu edukatën islame, një ndër edukatat të cilët na i kanë lënën pas dore sot e kësaj dite, nesër pindrojmë dorët e tona, është me mësu fëmin tanë me hangër me dorën e gjatë. 60 vetë burri pinë dhe hanë me dorën e majtë. Po ma tragjike është dhe ka prej hoxhallarëve shumë që hajnë me dhe pinë me dorën e majtë, ndërsa thot pejgamberi Allahu, ai që hanë dhe pinë me dorën e majtë, hanë dhe pinë shejtani me ta. Ai që pinë rreptësisht është ndaluar, kur i tha pejgamberi Allahut njanit mos ha me dorën e majtë, mos pi me dorën e majtë, tha s'muj se jam mësu kështu, tha pejgamberi Allahut kur mos mujsh, thuat se dora ju ka tha, ju ka paralizu apo ka vdek në qëto qast. Haram është me ngëron dhe me pi me dorën e majtë. Thot jam mësu, si që mësu me dorën e majtë, mësu me dorën e gjatë.
për ata më mësoj fëmijën prej duke qenë i ri, është ma let për fëmijën se sa kur të plakët. Pse e tikën, nëse tesh dikush me thonë elhamdulillah, e jo shnet, po ti thua yerhamukallah, kja është etika islam. Mësoja në fëmijëve tu me dhonë selam, ka se pejgamberi Allah të mësoj ke Enesin, thoj ke o Enes, kur të shkojnë shtëpi, jep selam, bereqeti Allah të zëvrit në të shtëpi, dhe kur dilsh pe i shtëpis, jep selam, jep një selam të gjithëve që i njifmi dhe që si njifmi, ndëse nëse do një selami, është emni Allah. Esselamu alejkom, do me thonë Allahu me mirësit, begatit, rahatit, Allahu zbret në mesin tuaj. A nuk keni nevoj për Allahun tuaj që e keni prangosën apo e keni tha gjuhën tu nga selami? Qka keni atë shumë alergjik ndaj selami? Gjithashtu prej hakit fëmijëve vëllezër të ndërshëm me bo drejtësi. Pejgamberi Allahut kur ju prezentut një mall që të nda dhe të dëshmon, tha pejgamberi Allahut, a i kidhon dhe fëmijëve tu qerve njësoj, tha jo, tha nuk dëshmoj për padrejtësi. A e dini se vëllezrit e Jusufit ta e hodhen bonar vëllavin e vetë, duke thonë se vëllavi jonë këto di gjempi don Jakubi ma shumë, edhe kështu janë prish fëmit. Prishën fëmit për shkak se një babi jep njani dhe privon qetrit. Po pejgamberi Allahut ka shku edhe ma larg, erë një herë me një mexhlis, pejgamberi Allahut ishte dhe erdh ati gjalivet i vogël gjali, e puthi e përqafoj dhe ki njeri e uli në pren, pasaj erdh vajza e uli pën ati, tha pejgamberi Allahut nuk bën e drejtësi. Nëse e puthe gjalin, puthe dhe vajza, nëse ullë gjalin pren dhe qetrin pren. Kështu nga ka pësu Islami. Gjithashtu dojnë dhe frëm dhe fëmi, do leo të ndërshok, para me ndone pejgamberi Allahut mësusi njerëzimit, komandanti superem. Pejgamberi Allahut nuk u tërpron të që ti përqafon, ti përgdhel fëmit. Akra ibn Habis që ndron për pejgamberi Allahut, vjen Hasani, dhe pejgamberi Allahut e puthe për qafon dhe ullën përren. Akra ibn Habis të dhëtë fëmi i kam kur si kam puth. Tha pejgamberi Allahut, qka të bajnë që Allahu e ka ngritë rahmetin prej zemrës tonë. Aja ka ullë autoritetin pejgamberit Allahut asesi, deri sa pejgamberi Allahut ka shku edhe ma larg, pejgamberi Allahut ka i namaz. Pejgamberi Allahut na i namaz, dhe ta mësojnë të gjitha ata të cilët i morin turle ato fëmijë që vinë xhami. S'po thamë që duan fëmijët me bong, me mor zhurmë xhami, mirë po ndëgjone, morali pejgamberit Allahut, thot pejgamberi Allahut, transmeton njani i cili a fal pas pejgamberit Allahut, tharon sesh dhe pejgamberi Allahut tha mendova se ka vdek pejgamberi Allahut namaz. Tha ngrita kokën e pas Husejnin i kish hip në shpinë pejgamberit Allahut. Dhe kur dha selam pejgamberi Allahut, e pyetën sahabët dhe thanë, ja Rasulullah, shumë gatë që ndërove në sejdë, a ndodhi diçka tragjike apo tër wahi? Tha asnjëna prej atyre s'ka ndodhur. Po çfarë ndodhi ja Rasulullah? Tha Husejni, tha e kish një lojë patim shpinën teme, s'dojshna me aprish lojën deri ta krije aj. Kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili mbesën e vet Umamen, bijën e Zejnepit e mirë nkra namaz farz imam duke qenë, e man të nkra dhe kur shkoj ke në ruku dhe sesh dhe like mondër, kur ngrit të nditi reqate mirë ke me vetë. Ka pejgamberi Allah që e mësoj njerëzimin se si duat nej me i mëshiru të vegjëlit, na mësoj pejgamberi Allah gjithashtu si me respektu të vjetërit, na mësoj pejgamberi Allah si me adit vlerën çdo kuj i cili e meriton vlerën, dhe gjithashtu t'ja mësojmë namazin, edhe kjo ama kiqe ma kryesore që pejgamberi Allah thënte, mësoni fëmijët e juaj, urdhoni që të bëjnë namaz prej mosës 7 vjet, nëse urdhon për 7 vjet deri 10 vjet, edhe 10 vjet e rren pak nëse e le namazin, kur s'ka me lo namazin. E njani prej neve të të dhunë në islam, jo vëllai dashur, po ti kur e rran gjalin tënë se e rran, që ta kupton se ka bo gabim, për ata gabimi ma i madh është me lon namazin. Dhe vajzës tonë mësoja gjithashtu mbulesën, për shkak se mbulesa nder, e nëse ne i edukojmë fëmijët, e para se ti edukojmë ato, ne jemi shembulli i tyre. Fëmija bën namaz dhe shef babën të bën namaz. Vajza mbulohet nëse nonën e ka të mbuluar, për ata ju jeni modeli tyre.
Ma mirë se praktikisht ka jam mëson, s'ke mundësi ndryshe me jam mësu. Allahu na boft model i mirë dhe mos na boft model i keq, që ti morë mi gjënatë dhe pas vdekjes tonë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.